Fakt është përhapur një klishe që në Islam femra martohet me zor. Domethënë, si qëndron kjo në Islam? Pra, a merret mendimi i femrës? Ka qenë, domethënë, ndoshta flasim nga tradita e vjetër, flitej kjo gjë në emër të fesë, mirë po nuk është se ka pas atëherë alternativë tjetër. Pra, nuk është punë se kjo ka qenë vetëm tek muslimanët, edhe tek të tjerë, pak kjo ka qenë, le të themi, kjo ka qenë tradita e cila masive. Pra njerëzit shumë martoheshin gjithë, nuk është vetëm tek muslimanët. Por faktikisht bërja e kësaj gjëje në emër të fesë është e pavërtetë dhe jo e saktë. O pejgamberi i Zotit i tha një gotë, ka martuar baba, i tha, po unë nuk e dua atë djalin. Tha pejgamberi sa mos u marto me të. Pastaj erdhi një ta vajzë, tha pejgamberi i Zotit, ai djalin pëlqen. Tha pejgamberi sa, "Ok, martohu me të." Pastaj e pyeti profeti alayhis salam, "Pse e bëre këtë gjë?" Tha pejgamberi i Zotit, "Bëra këtë gjë sa e bukur, që mos të imponojnë prindërit fëmijët e tyre në martesë." Do të thonë, o vëlla, flasim para 15 shekujsh. Shi çfarë mendje e hapur. O profeti i Zotit e bëra këtë që prindërit mos i detyrojnë, më imponojnë fëmijët e tyre në martesë. Pra është parë kjo gjë. Kemi rastin e Beriras. Rasti kur një djalosh po e thjeshtëzoj, domethënë historinë, domethënë vraponte në rrugët e Medinës si i çmendur, nga që ishte ndar, dhe ndërhyn profeti alayhis salam disa herë që t'i bashkonte ata. Dhe në fund fare i thot, o pejgamberi i Zotit, pra goca, Berira, a e ke këtë, tha, urdhër nga Zoti, apo po ma thua ti? Jo, tha, po ta them unë, nuk është urdhër nga Zoti. Atëherë tha, unë nuk e dua atë njeri. Edhe pejgamberi sa nuk u fut më në këtë pjesë. Pra, nuk është e vërtetë që Islami nuk e sheh këtë pjesë, absolutisht. Për këtë arsye ne kemi miratimin e vajzës në Islam, miratimin e kujdestarit, miratimin e djalit. Pra kur bëhet le të themi një nikah, duhet të ketë disa miratime. Miratimi i kujt? Miratimi i vajzës. Pra gjëja e parë dhe gjëja kryesore është miratimi i vajzës. Siç do ta trajtojmë inshallah kur flasim për nikahun, inshallah taala.